Në fshatin Shërëngjerq të Korçës u zhvillua një takim mes fermerëve, grumbulluesve dhe eksportuesve të bimëve medicinale, ku u diskutua mbi ecurinë e sektorit dhe sfidat me të cilat përballen kultivuesit. Qarku i Korçës ka rreth 200 hektar të mbjella me bimë medicinale, ndërsa përfaqësuesit e sektorit deklaruan se prodhimi i këtij viti ka treg të siguruar në eksport. Korça, por sidomos Shëngjezja është kthyer si destinacioni i dytë më i rëndësishëm përveç Koplikut për sasinë dhe llojshmërinë e bimëve mjekësore dhe fermerët pak a shumë kanë qenë të kënaqur, por nëse ne do arrijmë që të rrisim cilësinë, të kemi kujdes më të madh për sa i përket përdorimit pa kriter të pesticideve, ne do arrijmë që të kemi një rezultat më të madh dhe njerëzit edhe ata që kanë plan base për të praktikisur do të kthehen punës e saj. Fermerët ngritën si shqetësim zhvlerësimin e euros, që sipas tyre ka ulur të ardhurat nga eksporti gjatë viteve të fundit. Temet kanë qenë shumë të mëdha, kolosale, ku bie gati këto 3 vite e fundit në 30-35%, pra ka patur një zhvlerësim të euros po dhe dollarit, që ka ndikuar drejt për drejti në çmime më të ulta për fermerët, në rritjen e kostës, sepse gjitha kostot janë në lek, shitet janë në dollar dhe në euro, dhe ka krijuar një vështirësi shumë të madhe. Gjatë takimit u evidentua edhe mungesa e fuqisë punëtore, një problem që po ndikon gjithnjë më shumë në proceset e kultivimit dhe vjeljes. Fermerët kërkuan më shumë mbështetje dhe politika favorizuese për zhvillimin e mëtejshëm të këtij sektori.